Kemi minutën e 2, anulimin e golit për klubin e Feroniklit, ku kemi gjatë ndërtimit të aksionit sulmues në fazën fillestare, kemi lojtarin me numër 19 të Feroniklit 74, ku prek topin me dorë dhe pastaj shënohet goli nga lojtari me numër 13 i Feroniklit. Këtë rast kyçet vari, ku rekomandon gjyqtarin shala për rishikim pamjeve në monitor për një prekje të topit me dorë në fazën fillestare të sulmit. Gjyqtari shala pas rishikimit të pamjeve anulon me të drejtë golin për prekje topit me dorë gjatë ndërtimit të aksionit sulmues në fazën fillestare, pra IPP. Kemi minutën e 36, një penalti të mundshme për ekipin e Gjilanit. Kemi lojtarin me numër 10 të Gjilanit, i cili ka topin e pronësi, godet topin, për portieri përpiqet apo lufton për top, ku bën një intervenim normal, pa përdorur ndonjë forcë, ku s'ka impakt në lojtarin e numër 10 të Gjilanit. Dhe lojtari sulmues i Gjilanit këtë situatë egzageron, kur rrëzohet nga një kontakt minimal. Këtu gjyqtari shala me të drejtë lejon loja të zhvillohet, shihet qartë se ka një pozicionim shumë të mirë, këtë rast gjyqtari ka vepruar drejt që ka lejuar loja të zhvillohet. Kemi rastin e penaltisë së mundshme përsëri për Gjilanin në minutën 82. Këtu kemi ndërhyrjen e lojtarit numër 4 të Feroniklit 74 në lojtarin me numër 14 të Gjilanit, i cili ka topin e pronësi, ku pastaj pason ndërhyrja pa matur dhe nxituar, ku gjyqtari shala nuk akordon penalti. Kyçet vari dhe fton gjyqtarin për rishikim të kësaj situate. Gjyqtari pas rishikimit të pamjeve në monitor me të drejtë akordon penalti për ekipin gjilanas dhe me të drejtë ndërshkon lojtarin e Feroniklit 74 me karton të verdh për ndërhyrje të pamatur dhe të nxituar. Kemi penaltin për minutën 87 për FC Feroniklin 74, ku kemi lojtarin me numër 10, i cili kroson, domethënë i Feroniklit në drejtim të bashkëlojtarit me numër 11, i cili në tentim për të arritur tek topi dhe të dalë në një pozitë të volitshme për të shënuar, pengohet në mënyrë jo sportive, duke mbajtur dhe tërhequr lojtarin me numër 11 nga lojtari i Gjilanit me numër 33. Gjyqtari shala i pozicionuar mirë, me të drejtë akordon penalti dhe ndërshkon lojtarin me numër 33 me karton të verdh për sjellje jo sportive, pra mbajtje dhe tërheqje, ku pengon sulmuesin në avancim për të arritur topin. Në ndeshjen Prishtina-Ballkani kemi minutën 21 penalti për Ballkanin. Këtu kemi dy situata, në të ku kemi një pozitë jashtë loje, ku ngritet flamurin nga ana asistentit të dytë dhe vendimin e gjyqtarit Nuza për penalti, ku kemi ndërhyrjen e lojtarit numër 6 Prishtinës në sulmuesin e Ballkanit me numër 9. Pas kontrollimit të varit nuk kemi pozitë jashtë loje, ku me të drejtë gjyqtari ka akorduar penalti për ekipin e Ballkanit. Kemi edhe minutën e 58 një penalti të mundshme për klubin e Prishtinës. Edhe këtu kemi dy situata ku asistenti i dytë ngrit flamurin për pozitë jashtë loje dhe për një penalti të mundshme ku kemi ndërhyrjen e lojtarit numër 28 të Ballkanit në lojtarin numër 17 Prishtinës. Intervenon vari, ku fton për rishikim gjyqtarin Nuza. Pas rishikimit të pamjeve kemi ndërhyrjen e lojtarit numër 28 të Ballkanit jashtë zonës së penaltisë në lojtarin numër 17 të Prishtinës, të cilët ju mohua mundësia e pastër për të shënuar, pra dokso. Gjyqtari Nuza me të drejtë ndërshkon lojtarin e Ballkanit në karton të kuq për ndërhyrje jashtë zonës së 16 metrëshit. Sikur të ishte ndërhyrja brenda zonës së penaltisë, atëherë masa teknike do të ishte penalti me masën disiplinore kartoni verdh.